Lavdi Allahut, salavat dhe selam e pejgamberit të Allahut. Ebu Hurejra radiallahu anhu na tregon për një ngjarje ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot na ka tregu me fjalët: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas." Kjo hadith e ka kuptimin, pra Resulullahi tregon për ngjarjen, për ndodhin, thot e kam pa një njeri, një burr, një person që kënaqej me të mirat e xhenetit, pra në xhenet, sepse e kishte pre një pemë, një deg në mes rrugës që i ka pengu njerëzit. Të nderuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra na tregon për një person që ka hyrë në xhenet për një veprim ndoshta shumë modest që e ka bë. E cili ka qenë ai veprim? Duke lëviz, duke ecë rrugës, ka pa një deg. Tani në shpjegimin e hadithit ulemaja dietar thonë, ajo ka mund me qenë një deg që ka pengu nga lart, ose ka mund një deg, një diçka me qenë që ka pengu nga poshtë, nga prej këmbëve. Edhe ky person e ka largu atë deg. E ka largu atë deg, atë pengesë që njerëzve ja ka lecu lëvizjen, ja u ka lecu qarkullimin. Lëvizjen njerëzve, lëvizjen muslimanëve. Për këtë veprim, sado që i vogël apo sado që modest, ishte falenderues ndaj Allahut azza wa jall, dhe Allahu azza wa jall e futi, e shtini në xhenet. Pra, mesazhi, të bëjmë mirë njerëzve aq sa mundemi. Fundja, nëse nuk ka pengesë në rrugë, mos bëhemi ne pengesë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.